Pa tjetër që seanca e sotme, nëse do të kemi një zbutje vendimi për Veliaj, është një... Për mua nuk do të ishte në gjë e madhe prapë, se ajo nuk dëshon akuzën ndaj tij, thjesht dëshon masa sigurisë. Por në opinionin publik, ne kemi servirur... Quhet si një betejë. Po e kemi servirur ato drejqa arresti, e kemi bërë vetë Spaku e ka gatuar këtë çorb tani, e ka bërë atë arrestin me burg, sikur s'ka gjë tjetër vendosur në mas tjetër sigurisë në Shqipëri. Megjithatë, nëse masa do të qëndrojë, kjo do të jetë një në opinion publik flas gjithmonë, se kjo është betejë bëhet në dy fronte. Kemi një betejë ligjore, penale, dhe kemi një betejë për imazh. Dhe të dyja palët e kanë qef imazhin, jo vetëm Veliaj, edhe Spaku ka shumë qef imazhin. Dhe intereson shumë që ky vendim të jetë në favor. Pra, i intereson që ky vendim të ngelet në fuqi dhe Veliaj të vazhdoj të jetë në arrest në burg dhe Spaku të vazhdoj të bëj hetimet në këtë situatë. Pra, duke patur Veliaj në burg. Ndërkohë, nëse ne do të kemi një masë sigurie të zbutur, ky do të jetë një mesazh që më tepër do ndikojë në opinionin publik, si një fitore nga Veliaj dhe nga gjithë njerëzit që kanë mbështetur atë. Pra, çdo zbutje masë sigurie do të jetë në avantazh të Veliaj. Zbutja maksimume çfarë do të thotë? Arrest në shtëpi, për këtë po flasim. Zbutje do të thotë, shiko, arresti në shtëpi dhe arresti me burg janë një lloj. Detyrim paraqitje. Ligji e parashikon një lloj. Pra, nëse je në arrest në burg dhe nëse je në arrest shtëpie dhe nëse ti shpallesh fajtor, cilësohet një ditë e gjysmë burg. Pra, e njëjta gjë është dhe kur je në shtëpi dhe kur je në pavarësisht se ti je në kushtet e shtëpisë. Kurse, unë mesoj që Veliaj do të qonte fitore çdo lloj masë sigurie, dhe arrestin në shtëpi. Pra, boll që të dali nga izolimi. Nëse ai do të merrte pastaj një detyrim paraqitje, do të ishte një fitore e madhe për të, edhe pse thashë një herë, kjo nuk ndikon në gjyqin e themelit. Gjyqi i themelit është krejt tjetër gjë. Jemi akoma në hetim. Çështja është në hetim. Pra, nëse dima do t'i komunikojnë akuzat të tjera. Akoma Veliaj është, pra, mund t'i komunikojnë gjatë kohë, ndërsa është në hetim, mund të ketë dhe gjëra tjera, po pak rëndësi ka kjo. Pra, kjo masë sigurie, ka që e thjesht është një gjë rutinë, zakonisht është një rutinë, krejt rutinë, është një etapë që të dënuarit, të burgosurit ose të hetuarit e ndjekin që ta kenë atë si lloj elementi për gjykimet e mëvonshme. Dhe prandaj ndjekin si masë sigurie. Me sa duket, Veliaj parashikon këtë gjë, që nëse do të ngelet masa në fuqi, ai do të shkojë në gjykatë të lartë, pastaj gjykata kushtetuese do të drejtohet dhe ai Strasburgut.